Si çdo prind, edhe unë kam pas dilemën time të madhe, në qoftë se fëmijën tim duhet ta drejtoje drejt arsimit profesional apo drejt një shkolle të përgjithshme. Djali im po fiton një uri praktike, duke zhvilluar në një karrierë të suksesshme në industrinë e turizmit dhe hotelerisë, e cila është një sektor që po merr ritme shumë të zhvilluara në këto kohë. Çdo prind e ka prioritet sigurinë e fëmijëve në shkollë. Stafi drejtues japin një përparësi shumë të madhe që fëmijët të kenë mundësi të ndjejnë një siguri në shkollë dhe të mësojnë të qetë dhe të ndihen të mbrojtur. Gjatë këtyre viteve i është dhënë një mundësi shumë e madhe për të punësuar në vende të ndryshme. Diplomimi në shkollën profesionale hoteleri turizëm jep shanse të mëdha për të punësuar si brenda vendit dhe jashtë vendit. Pas mbarimit të shkollës profesionale, jemi në plan për të vazhduar shkollën e lartë. Ndër vite shikoj ndryshimin tek ai, ka më tepër besim në vetvete, me praktikat e punës patjetër që ka fituar një zotësi, të cilat ai po mundohet t'i vendosi në praktika atje ku shkon. Për gjithë këto arsye që folëm deri tani, sugjeroj tek prindërit, të cilët ndodhen në dilemë në këtë çaste, ashtu siç isha dhe unë në fillim, të zgjedhin shkollën profesionale hoteleri turizëm.